Përshëndetje, mirë se po takohemi edhe sonte bashkë në RTK Prime të flasim për zhvillimin më të madh në botë për konfliktin mes Izraelit dhe Iranit, që në këto momente ka hyrë në një fazë shumë të ashpër të bombardimeve njëra ndaj tjetrës. Ndërkohë, ajo çfarë po pritet është nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përfshihen në mënyrë direkte në këtë konflikt i cili nuk dihet se ku mund ta ketë fundit dhe cilat mund të jenë pasojat e tij. Por këto do të diskutojmë me panelin që kam në studio. Profesorin e historisë Ibrahim Gashi, mirë se erdhi profesor. Mirë se u gjeti. Politologun Melazim Koci, mirë se erdhi. Faleminderit profesor. Po ashtu edhe politologun Dorojë Timiri, mirë se erdhi. Mirë se u gjeti. Profesor Gashi, dua ta nis me ju sepse ju e njeni mirë historinë ndërkombëtare, keni bërë shkrime për atje, njeni shumë mirë atë çfarë po ndodh atje, si do ta përshkruaje këtë çfarë po ndodh në linjën e mesme? Po tani, nëse e rikthehemi në histori, që nga revolucioni islamik i 79-s në Iran, raportet Iran-Izrael janë përkeqësuar shumë. Domethënë nga marrëdhënie shumë të mira ndërshtetërore në marrëdhënie të armiqësuara. Domethënë ardhja në pushtet e Homeinit dhe ndryshimi kështu, domethënë diametral i politikës së tij karshi Izraelit, duke marrë një rol të ri, domethënë të një liderit vendeve islamike për ta luftuar shtetin e Izraelit, retorika që është përdorur që nga kjo klasë politike e ekstremit, domethënë religjioz në Iran, për më shumë se 4 decenije, ka paralajmëruar diçka të tillë, që t'i bim më shkurt, domethënë kemi pasën një retorikë, domethënë anti-Izrael, e cila është pasuar me veprime konkrete të financimit e të stimulimit e organizatave të ndryshme të ekstremit religjioz, si Hezbollahu, Hamasi, pastaj edhe grupet Houthi. Gjitha këto, prapa tyne, domethënë i sponsor i vazhdueshëm i tyne ka qenë Irani, dhe në retorikën e tij nuk është se e ka fshehë asnjëherë dëshirën për ta zhbosh shtetin e Izraelit. Dhe kundërpërgjigja ose përgjigja e Izraelit vjen, domethënë, vjen si një politikë e mbijetesës. Realisht shteti i Izraelit që nga themelimi është ballafaqur me kundërshtar të mëdhej, domethënë me shtete që jo vetëm që nuk e kanë njoft, po edhe kanë luftuar ekzistencën e këtij shteti me tendencë për ta anuluar vendimin e OKB-s vitit 48 për të krijuar një shtet izraelit në territorin e Palestinës, që e dim atë histori, dhe si rezultat, domethënë, kemi pas marrëdhëniet e agravuara, domethënë tash 40 decenije. Dhe normalisht që edhe në Izrael është krijuar një klasë politike e cila ka menduar për kundërpërgjigje, e cila ka ardhur në pushtet më vonë, fjalën e kam për Netanyahu, i cili ka herë, domethënë, ka nisë një diskurs më radikal kundër Iranit. Që nga 2005-ta. Që nga besa 95-ta, pastaj në librin e tij, Lufta kundër terrorizmit, e ka potencu këtë linë të fortë, të themi, të kundërpërgjigjes ndaj Iranit, dhe pastaj kur ka ardhur në pushtet, sigurisht që e ka, duke qenë se në Iran është vërtetu spakut për një kohë gjatë janë bëhet time, dhe vërtetu që po zhvillohet një program i konstruktimit të armëve nukleare. Do me thonë, mbi këtë pretekst, Izraeli ka fillu me e radikalizu politikën karshi Iranit për ta pamundsu përfundimin e këtij projekti, duke ditë se kjo gjuhë, kjo sjellje, kjo retorik dhe kjo çka ka shpreh tash 40 vjet, kjo udhëheqje e Iranit kundër Izraelit, lën me dyshu që po ta posedonte një anë tillë dhe mund ta përdorte për ta zhduk Izraelin. Dhe Izraeli, unë thash, e shoh këtë luftë, këtë përpjekje të Izraelit, të ndërtu me një logjik të ekzistimit të shtetit që nga themelimi, pra logjikën e mbijetesës. Dhe normalisht që kundërpërgjigja është ndonjëherë, është jo shumë e justifikueshme, por që e tani kjo që ka pëndodh aty, kjo ishte sa e përmenda Kalim ishte histori, kjo që pëndodh sigurisht që nuk është prit nështë
që do të ketë luftë të hapur, është prit që do të ketë presion, është prit që do të ketë presion për të uljen në tavolinë bisedimesh, është prit që do të thotë demonstrimi forcës ka me mjaftu, pastaj shërbimet e ndryshme kanë me mjaftu për me e neutralizu Iranin me shku drejt përfundimit të projektit të programit vetë bërthamor, dhe ajo s'ka ndodhur dhe Izraeli zgjodhi këtë. Sigurisht që këtu kemi një farë disonance që është dukë në qëndrimin e Izraelit dhe të Amerikës para disa ditë, duke qenë se Trumpi veç i dha përparësi negociata me Iranin, e në ndërkohë Izraeli e filloi sulmin. Këto nuk mund t'i dim ne këtu, do me thonë ishin të koordinuara. Apo jo, dhe ndërkohë në këto momente sa ne po flasim, dilemat e mëdha nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po flasim sonte, me kontroll mund të përfshirë në mënyrë direkte. Nëse i shohim deklaratat e Trumpit kanë evolu, mrena 3-4 ditëve janë, domethënë, i kanë fillu me e qitë në plan të dytë përpjekjen për zgjidhje diplomatike dhe mi dhonë përparësi opcionit të presionit ushtarak mbi për ta ndalë, dhe çdo deklarata që kemi dëgjuar dje dhe sot janë, domethënë, janë gati shpallje lufte. Ne e kontrollojmë, nuk domethënë hapësirën qiellin e Iranit, ne mund udhëheqësi Khamenei është target i lehtë për neve, do të thotë krejt to flasin që tash është një ndrrim i po menoj qëndrimit të SBA-ve në karshiki i konfliktit, po për të cilën sigurisht do të flasim. Do të flasim, koci, gjenezën historike e ta, profesor Gashi, ju kam parë dhe keni shkruar shpesh për këtë temë dhe në analizat tuaja. A është, sepse pash duke parë sot edhe media ndërkombëtare prestigjioze si CNN, CNBC, BBC dhe tjera, shumë prej tyre ka që cilësojnë këtë që mund të jetë sikur një Irak 2.0, duke ju referuar kërkesave për armë bërthamore, ndërkohë nuk dihet nëse mund të jetë ashtu apo mund të jetë diçka tjetër. A është baza komplet të armëve bërthamore? Tani, kjo është çështje për diskutim, por që ekziston programi bërthamor i Iranit, kjo është e pakontestueshme. Këtë madje nuk e mohojnë as aleatët e Iranit, por diçka tjetër është e diskutueshme. Sa është afër Irani për të prodhuar armatim bërthamor? Presidenti Trump, kryeministri Netanyahu, zyrtarë tjerë izraelit thonë se është shumë afër, është çështje javësh, muajsh. Por dhe kjo retorikë është nga 2005-ta. Nga 2005-ta, por drejtoresha e shërbimeve sekrete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Tulsi Gabbard, në mars në Kongresin e Shteteve të Bashkuara në një hearing dëshmi, ka thënë se Irani është larg 3 vjet nga prodhimi i armatimit bërthamor. Pra, ka deklarime kontradiktore, nuk kontestohet fakti që ekziston që Irani punon në programin bërthamor, punon në drejtim të disponimit të armëve bërthamore, por sa është afër është çështje për diskutim. Mendoj se deklarimet që është shumë afër mund të jenë në funksion të kësaj çfarë po ndodh, do thotë si justifikim, si pretekst për ndërhyrje, por po them që ekziston programi këtu nuk ka asnjë dilemë. Në këtë rast duhet të them edhe një gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në vitin 79, siç e tha zoti Gashi, kanë pasur marrëdhënie të shkëlqyeshme me Iranin, me Reza Pahlavinë, me shahun Reza Pahlavi, dhe nga viti 70 deri në vitin 79, deri në rënien e shahut dhe ardhjen e Ayatollah Khomeinit, Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur programin bërthamor të Iranit, e kanë avancuar, pra program bërthamor në shërbim për përdorim civil. Është ndërprer ajo ndihmë për programin bërthamor të Iranit në çastin kur pushtetin e kanë marrë Ayatollahët, sepse thjesht shpjegimi tyre është shumë i natyrshëm. Nuk mund t'i besohet një regjimi diktatorial ku një individ mund të vendosë për goditje ndaj Izraelit. Do thotë nuk ka besim, nuk ka kontroll demokratike të përdorimit të tij, sepse shumë kushte e shtron pyetjen pse Irani nuk ka drejt të ketë armatim bërthamor, nëse këtë e ka India, e ka Pakistani, e ka edhe të tjerë. Rusia. Përmenda këto dyja afër Iranit. Pra, nuk i lejohet sepse thjesht me këtë regjim të Ayatollahëve dyshohet që në një moment caktuar vërtet mund ta godasin Izraelin, sepse post tjerash lufta atyre është kundër Izraelit, do të thotë. Shfrytëzohen palestinezët si instrument dhe të tjerët. Madje Izraelin as nuk e përmendin në fjalorin e tyre. Se përmendin fare si emër. E quajnë territori i okupuar palestinez. Nuk e përmendin si emër. As në paraqitjet publike,
as në komunikimin zyrtar, për ta nuk ekziston Izraeli, do të thotë. Edhe nuk e fshehin që duan ta zhdukin. Prandaj ata janë regjim sadist. Prandaj është pyetja, a është justifikuar ajo ndërhyrja, nuk mund të krahasohet me rastin e Irakut. Është diçka tjetër. Ekziston synimi i Iranit për të disponuar armatim bërthamor. E qartë. Aspekti kohor është çështje për diskutim. Unë jam i nderuar sonte që kam profesionistë të kësaj çështje në studio, ju keni bërë magistraturë për këtë problematik, zoti Meri. Ju si e shihni këtë çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Kam bërë magistraturë të profesorët. Faleminderit për prezantimin. Është një lindja mesme është vendi në të cilën sfidohen teoritë politike dhe në të cilën po ashtu ndërtohen teoritë e reja politike. Është vendi në të cilën studimet e historisë politike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare gjejnë, si ta themi, vendin në të cilën ato sfidohen diametralisht. Është vendi në të cilën aktorët shtetëror, aktorët jo shtetëror, pastaj grupet terroriste identifikohen dhe zhvillohen më shumë se kudo tjetër në botë. Është vendi në të cilën ideologjitë politike dhe pastaj luftrat jo materiale, përkatësisht luftrat fetare kanë vendin në xhenafillën. Dhe prandaj nëse jemi të interesuar të sfidohemi në politikë, në fakt duhet ta shohim linjën e mesme si një mostrën, do të thëja më komplementare për treguar se disa gjëra thjesht nuk mund shpjegohen vetëm me një dimension. Lindja mesme në të cilën përfshihen këta aktorë të cilën po i përmendim, tregon për rolin që kanë organizuar Kombet e Bashkuara për krimin e një shteti të vetëm përmes OKB-s, siç është Izraeli. E dyta fol për rrugët kryesore të tregtisë botërore. Është vendi në të cilën prodhohet më së shumti naftë dhe e cila përcakton vetëm një ngushticë në Iran, e cila potencialisht mund të mbyllet brenda ditësh ose është vetëm se është gati në procesin e mbylljes për shkak të bombardimeve. Do të nënkuptonte mbyllen e 25% të prodhimit të naftës që është e gjithë sasisë botërore që është për konsum. Pra tregon se si një konflikt mund të ketë dimensionin ekonomik, politik, social, kulturor, shumë kompleks në të njëjtin kohë, më shumë se sa kompleks. Sepse ka shumë faktorë të cilat përfshihen, duke përfshirë faktorët ndërkombëtare siç janë shtetet dhe organizata ndërkombëtare, por ka edhe grupe të tjera të cilat lidhen me luftrat proxy, pra luftat përmes palëve të treta ose grupeve të vogla të cilat sikur më parë kanë gjetë zbatim sidomos në linjën e mesme. Dhe Irani është sponsorizuesi kryesor i tyre. Dhe çështja është kjo. Pra derisa Irani ka ndikuar qoftë në Siri, qoftë në Irak, qoftë në Izrael ose Palestinë, përmes grupeve të cilat ose edhe në Yemen, përmes grupeve të caktuara, sot kjo tashmë ka kaluar në një nivel tjetër. Okej, cilat dominon më shumë, zoti Meri? Dominon më shumë çështja fetare, ajo pasuria apo politika? Kështu si përjashton njëra tjetrën, asnjëherë thonë, por në rastin për të cilën ne flasim, është një kulmim i një konflikti që për shumë kohë është cilësuar si vazhdim i luftës së ftohtë, ose madje në disa raste kanë thënë se kjo është lufta e ftohtë në miniaturë, kur dy shtete, të cilat pretendojnë që të mos ekzistojë njëra respektivisht tjetra e konsideron burtin e së keqes, kanë vazhduar të kenë ato raporte të cilat kanë qenë gjithmonë të tensionuara dhe në lidhje me atë që thotë profesor Gashi, në idenë që këto do të sfidojnë njëra me tjetrën, po jo deri në nivelin e një konflikti, pra ku përfshihen qofshin pasuritë, rezervat, pastaj pozicionet, ekzistenca respektive e shtetit, por jo deri në nivelin që mund të përdoret edhe lufta, do të thoya përdorimi i mjeteve ushtarake kundër njëra tjetrës. Edhe tash kur po flasim, mua nuk po më besohet akoma që këto dyja janë deri në atë nivel, sepse e di saktësisht se çfarë do të mund të sjell pastaj përfshirja aktorëve të tjerë, shteteve të cilat potencialisht do të mund të mbështesin ata. Çka nëse eventualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mund të përfshihen në konflikt dhe çka potencialisht atë pyetjen që bëm pak më herët, nëse Pakistani do të mund të marrë anë në konfliktin për të cilën flasim, e Pakistani është shtet me armatim bërthamor dhe situata në të cilën pastaj do të mund potencialisht të hynim do të ishte diçka jashtëzakonshme. Nuk është njësoj si konflikti në Irak, nuk është sikurse në Siri, po flasim për një shtet që ka kapacitete pakrahasimisht më të mëdha se sa ato që i thamë më herët dhe që ka një pozicion do të thoya gjeopolitik shumë më të favorshëm se sa shtetet të cilat ju i përmendët pak më herët. Pra, në përmbledhje mund të thuhet se kjo situatë në të cilën gjendemi është e jashtëzakonshme për nivelin botëror, sepse pasojat dhe përfshirja aktorëve përcaktues në politikën botërore mund të jetë aq e madhe sa që mund të na shtyjë drejt një rrethone do të jetë pa shpjegueshme politike. Po, kemi qenë në pozitën ku sot nuk po diskutojmë për luftën që po ndodh në linjë largë atje mes Rusisë dhe Ukrainës, po flasim për këtë çfarë po ndodh në lindjen e mesme dhe këtu po thyen shtizat gjeopolitike botërore sot për shkak të kompleksitetit që përmendi drejti profesor Gashi.
përfshirja eventuale amerikane në luftime direkte, çfarë mund të prodhon të marrë parasysh atë që Irani të kaluarën ka qenë një shtet me një demokraci kohë të avancuar, nuk janë thjesht një popullat e ngjashme me Irakun e të tjera, ata pers në të kaluarën e tyre. Shumë e vërtet, Iraku ka një trashëgimi, Irani ka një trashëgimi kështu të një mentaliteti perandorak, edhe sillet, edhe udhëheqja aktuale me këtyre ajatullahve sillet në çat mënyrë në raport me të tjerët. Po që është e vërteta dhe ka një territor dhe resurse të konsiderueshme, mbi të cilat edhe ndërton çat farsjellje në raport me të tjerët. Mirë po, në rastin e pyetjen konkrete të juaj, është goxha pyetje po mendoj shumë komplekse, po mendoj është përgjigje shumë komplekse se cili do të ishte edhe dorajeti me të drejtë, cili mund të ishte reagimi i përfshirjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sepse tani Irani paraqet në botën islamike, domethënë një pol, nëse mund ta themi ashtu, një pol të një ekstremi religjioz, të një ekstremi radikal, e cila është një farë mënyrë politikë zyrtare e shtetit, në raport me secilin, tash e një kohë të gjatë. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës mendoj që kanë mërri një farë mirë kuptimi me një pjesë të shteteve, nga 21 sa janë shtete arabe, kanë mërri një politikë të mirëkuptimit, të zbutjes me disa shtete, kryesisht Arabinë Saudite, Irakun, tash mandej Kuvajtin e Emiratet e të tjera. Po te Iraki nuk është se ka pas prognozat e analistëve se po ecet në drejtim të zbutjes edhe me Iranin dhe biles është paralajmëruar edhe se do të ketë bisedime drejt për drejta SBA-Iran. Ishin caktuar edhe datat? Ishin caktuar edhe datat. Nëse ishte një përpjekje, se nuk e dim dhe kjo është në funksion të asaj, mos mendohet që ai takim. Po i referohemi çfarë tha presidenti amerikan. Mirë po, ne nuk e dim cili mund të jetë reagimi i shteteve nëse përfshihen Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk e dim cili mund të jetë epilogu i shpejtë. Edhe në Irak, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hyrë me bindjen që shpejt kanë me zgjidh. Problemi mirë, po natyra e konflikteve atje, natyra e qësh me thonë, qajo kultura politike e grupeve është, do me thonë, është autoritare si kulturë politike, është me prirje autoritare. Ma shumë ju besojnë grupeve të veta ekstreme se një farë mënyrë zgjatjes e dorës se një aleati. Disa, po më në shtete aty, dhe me Irakin nuk është se doli shumë mirë shëbat, ata bon shumë investime dhe u desh me u tërhjek dhe prap me elon një rezultat. Dhe tani kam frikën se qysh u tha që involvimi drejt për drejt i Amerikanëve nuk mund të amërri një rezultat shpejt, ato që po e thot Trumpi, dorëzim pa kushte, kjo do të ishte mrekullia po të ndodhë, të bjen kjo regjim në Iran. Mirë po shtrohet pyetja se sa është mirë i strukturuar dhe sa ka qëndrueshmëri dhe sa mund të rezistojnë këto sulme. Para se të hynin në studio, Pentagoni tha që janë gati, vetëm po presin urdhrin e presidenti Trump. Po, tani si amerikanët nuk mund të rrinin indiferent kur Izraeli o përfshi drejt për drejt në një konflikt, se është aleati kryesor, një farë mënyre dhe SBA-t janë ma shumë se aleat, mund të themi edhe protektor të ati shteti, që shedim se ndryshe edhe s'kish mbijetua i shtet në atë ambient, do me thonë, armiqësor. Mirë po, unë dyshoj me efektet e një përfshirje dhe në reagimin e palëve të treta në këtë rast, që konfliktit të zgjeruar. Për te palëve të treta, Koci, para se të hynin në studio, e diskutuan pak të çështje dhe ju, po them kushtimisht të tha që mund të përballen nëse do të hynin këmbësori në Iran në një Vietnam të dytë. Po, nëse do të kishte ndërhyrje toksore, që unë nuk besoj. Nëse do të ketë ndërhyrje toksore, aty ne do të kemi Vietnam të dytë. Por unë nuk e besoj të variant. Pse nuk e besoj? E përsia teknologjike e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit është aq e madhe, aq zbinjëse sa unë nuk besoj që do të arrihet deri aty. E dyta, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë 3 objektiva, prej cilave 2 duket se janë minimumi nga i cili nuk hekin dorë, e treta është çështje
modaliteteve, cilat janë. E para, eliminimi i programit bërthamor. Pa eliminu programin bërthamor të Iranit, kjo nuk darit. Një. E dyta, eliminimi i potencialeve raketore, me cilat Irani në largësi deri 1800 km, 600 deri në 2000, varësisht prej pozicionit për nga godasin, e godet me raketa balistike e Izraelit. Edhe ky është një imperativ. Pa eliminu edhe këtë potencial, nuk do të ndalë lufta. Sa i përket, kjo do të ishte minimumi, do thotë që kërkojnë Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Maksimumi do të ishte ndryshimi i regjimit. Por unë mendoj se në këto rrethana ndryshimi i regjimit është pak i mundur, sepse pavarësisht që ka shumë paknasi në Iran, pavarësisht që ka Kjo mund t'i bashkoj njerëzit. Mobilizon. Në rrethana të tilla, do thotë ka deklarime madje të popullatës që kanë arritur dalin jashtë në kuptimin e deklaratave, thonë që e duan ndryshimin e regjimit të Ayatollahëve, po jo në këtë mënyrë. Prandaj mendoj se qëllimi i tretë i Shteteve të Bashkuara nuk jam i sigurt që mund të realizohet dhe Izraelit në plan afat shkurtër, në plan afat gjatë. Po, sepse supozoj që nëse dhe këte do të arrijnë, nëse eliminojnë programin bërthamor përmes ndihmës së Shtetit, Izraeli nuk disponon, si duket, nuk disponon bombardues që depërtojnë në thellësitë mjaftueshme. Shpekulohet që instalimet pajisjet për armë bërthamore janë të futura në tokë prej 80 deri në 800 metra, ka vlerësime shumë kontradiktore të ndryshme. Bombardues të tillë Izraeli nuk ka, por i kanë Shtetet e Bashkuara. Dhe kjo bën të domosdoshme ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara. Do të ketë ndërhyrje gjithsesi të Shteteve të Bashkuara, por nuk besoj, jam i sigurt, jo toksore. Nuk do të hyjnë me trupa toksore, do të mbetet do të thotë fushat ajrore, por e shumë e fuqishme. Aktualisht Izraeli e kontrollon gjithë territorin, gjithë hapësirën, dhe mendoj se është rast klasik i një lufte, nuk kisha për të thënë, jo është pak e kontrolluar. Po edhe të kjo kontrollimi, edhe të kjo ideja kontrollimit hapësirës ajrore, po t'ishte kështu, nuk do mund të depërtonin raketat iraniane në territorin Izraelit. Jo, është logjik tjetër, do të thotë, është sistemet kundër ajrore janë shkatërruar, do të thotë Izraelit, të Iranit. Janë shkatërruar edhe sepse me raketat balistike nuk mund të mbrohesh. Raketat balistike janë për sulm. Ndërka sulme potencialet kundër raketore, mbrojtjen e ka shkatërruar. E desha vetëm edhe këtë them. Nuk mendoj që kam përshtypjen që është luftë pak ka shumë deri diku edhe e kontrolluar. Pse? Nga aktorët që janë përjashtoj Iranin, do thotë. Pse e them këtë? E them këtë sepse nga fillimi i konfliktit ka komunikim ndërmjet presidentit Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin. Një. E dyta, është kombinim, është rast klasik i kombinimit do të kërcënimit, goditjeve, forcës, demonstrimit të forcës dhe diplomacisë. Pse diplomacisë? Nuk përjashtohet mundësia e ndërhyrjes së tjerëve si ndërmjetësues, ta zëmë në këtë rast të presidentit rus Putin, këtë Trump e ka miratu, Evropa është kundër, por nuk e përjashtohet mundësinë që në një fazë më avonshme edhe të paraqitet si ndërmjetës, kjo do t'i ndihmonte atij. Dhe kush të ndërmjetësoj që po bën krime gjenocid në një shtet tjetër? Dëgjoj, jemi duke folur për real politik. Po, ke drejt absolutisht. Por nuk jemi duke folur për drejtën dhe pa drejtën, jemi duke folur për real politik. Jemi duke folur për të shmangur një katastrofë, siç e tha në paraforcit, siç e tha edhe ti do thotë. Nëse synohet të përjashtohet mundësia një katastrofe, atëherë duhet bëhet kombinim edhe i diplomacisë, edhe i presionit diplomatik, edhe i forcës. Ta hapim edhe një dimension tjetër. Palestina nuk është, ripi Gazës më nuk është siç ka qenë, domethënë ka një territor lehtësisht kontrollueshëm Izraeli. Siria ka ndru komplet është krejt tjetër kush duke udhëheq dhe ka leju hapësirën ajrore për ta kontrolluar qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë Izraeli. Iraku nuk është siç ka qenë. Domethënë terrenin Izraeli, po them kështu, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë më të lehtë për të kryer, po them kushtimisht, atë çfarë kërkojnë në Iran. A ka qenë strategjikisht nëse e studiojmë kështu edhe kjo që fillimisht të hiqen disa pengesa, pastaj të shkohet në Iran? Nga Maroko, Sahara Perëndimore deri në Bangladesh, shtetet të cilat janë kundër Izraelit nuk kanë stabilitet politik. Shtetet të cilat janë partnere, pavarësisht regjimeve autoritare që mund t'i kenë, ato nuk kanë probleme të brendshme. Kushdo që ka qenë kundërshtar i madh ai nuk ekziston më.
Pra ky është shembulli klasik se si një shtet ka arritur natyrisht që përmes edhe faktorëve të jashtëm edhe mbështetësve që të eliminojë ata të cilat i ka konsideruar si pengesa kryesore për ekzistencën e tij si shtet. Izraeli ka përmendur një farë strategjie të cilat natyrisht nuk është e shpikur prej tyre, që lidhet me ajo Bushti së keqes. Kjo është përmendur edhe më herët nga Bushi në periudhën e 2001-s, kur e ka identifikuar 2-3 shtete si barsin kryesor të keqes për SBA-n. Në atë kohë ai përfshinte Irakun, pastaj Iranin dhe Korenë e Veriut, ndërkaq izraelitët e kthyen në shërbimin e tyre duke thënë që është Siria, është Hamasi dhe Irani ata të cilat janë boshti së keqes për vendin e tyre. Përmes narratives hebraike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjallë janë përfshirë në një konflikt të drejtë për drejtë me Irakun, për shkak të një pretendimi që Iraku ka arma të mbërthamore, në mbajmend se sa raportet prej 19.000 faqesh që Iraku i dorëzonte në atë kohë Organizatës së Kombeve të Bashkuara për diskutuar se ai nuk ka asnjë ose nuk posedon arma të mbërthamore, më vonë është verifikuar se njëjta nuk ka poseduar asnjëherë. Pastaj gjithë kjo iniciativë, gjithë ky konflikt është kthyer në një ndryshim regjimesh politike dhe sot disa ditë që po flasim. Mos harrojmë edhe Libia, është. Shkojnë me radhë, pra edhe sot kësaj dite që flasim, Iraku nuk është kthyer asnjëherë normalitetit të tyre për shkak të ndallimeve të theksuara sektore që janë përbrenda vetë Irakut. Siria sa flasim për një sot pothuajse inekzistente të një shteti. Turqia i ka shtuar, si ta themi, pretendimet ose më mirë themi kontrollin efektiv të Sirisë, do të thoya më mirë. Në anën tjetër Arabia Saudite si vendi që ruan një farë distance, si ta themi, të kontrolluar me Izraelin, ka filluar një bashkëpunim të shkëlqyer me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sot është një nga partnerët kryesor strategjik të SBA-s në atje. Dhe pretendohet se ka një marrëveshje miliardëshe për blerjen e armatimit dhe në kohën e fundit pasuesi kurorës mbretërore ka pretenduar se edhe Arabia Saudite mund të pretendoj krimin e bombës atomike si një përpjekje për të ruajtur balanca strategjike atje. Në anën tjetër mos flasim për vendet e Magrebit të cilat pothuajse nuk ekzistojnë, një prej tyre edhe Libia. Pra çfarë duhet të them, në peizazhin gjeopolitik në të cilën përfshihet lindja mesme, Afrika Veriore dhe pastaj lindja afërt, vrehet që nuk ekziston një shtet i cili potencialisht mund ta rrezikojë Izraelin. Dhe natyrisht kjo është për shkak të një historie të gjatë konfliktesh, dhe sidomos për shkak të pranverës arabe që ndodhi në vitin 2000 në mes të vitit 2011-2014, kur në një cikël ose valësh demokratizuese shumë vende me regjime autoritare ose islamike filluan nga brenda po e vendosin e thojza të demokratizohen. Shumica e këtyre proceseve demokratizuese nuk kanë përfunduar si duhet, janë vendosur disa regjime të cilat kanë qenë paraprakisht dhe ndërkohë dallimet e theksuara sektore që kanë ekzistuar përpara këtyre autoriteteve vetëm se janë kristalizuar edhe sot kësaj dite që flasim. E njëjta vlen edhe për Egjiptin, edhe për mos flasim më për Yemenin që është një gjendje kaosi total, pastaj edhe për vendet e tjera islamike që janë në Afrikën qendrore. Duke përfshirë gjithë këtë, konsideroj që Izraeli ka një avantazh të jashtëzakonshëm, do të thoya historik në raport me gjitha shtetet rreth rrotull dhe lehtësia në të cilën ajo ta themi po ndërton konfliktin ndaj Iranit tregon saktësisht se ku është fillimisht bota arabe dhe bota islame në përgjithësi dhe në veçantë se çfarë saktësie për përdorë situatën ose rrethonën e gjeopolitike botërore. Me përtej moralit dhe drejtësisë, ajo që po ndodh në rripin e Gazës tregon se bota nuk e ka më këtë fokus. Apo jo, në anën tjetër mos flasim më për bregun perëndimor që është i kontrolluar tërësisht. Pavarësisht sa që ka ndodhur tash më shumë se sa një vit, Izraeli nuk ka pasur ndonjë konsekuencë politike ose diçka të ngjashme, për shkak se bota ka pasur edhe disa konflikte të tjera. Dhe gjithë kjo tregon që ata e kanë parë momentin dhe kanë shfrytzuar më mirë se kushdo tjetër dhe po e shfrytëzojnë këtë moment për këtë hapësirën, do të thoya në mes të ose ku ka një mungesë të fokusit të fuqive botërore për të kryer detyrën e vet. Rusia në njërin anë ka pengesat e veta, kishte një konflikt disa ditor në mes të Indisë dhe Pakistanit dhe gjitha këto nga vrytuesit edhe vendimarrësit e Izraelit shihen si momente ideale për të kryer detyrën e tyre kombëtare dhe për çka ata me gjasë të arrijnë shumë shpejt. Profesor Gashi, është ky momenti, mbas asaj çfarë tha edhe Drejti, që këto shtete të cilat potencialin më të madh kanë pas për t'i bërë ballë ose për të bërë të lashë nuk janë në ditët e tyre më të mira. Pajtuan me analizën që boni Drejti se bota arabe nuk është që është konsolidu, po në fakt është ka rrëshit drejt do shtellu kriza dhe dobësimi dhe si më thonë që ai fragmentarizimi i asaj pjesë të botës dhe normalisht që Izraeli duke qenë se me shumicën e këtyre shteteve ka marrëdhënie, do të thonë marrëdhënie të jo të mira, të ngrira armiqësore varësisht me cilin, me disa i ka
të ftofta, po nuk i ka paqësore, i ka mirë, po në përgjithësi Izraeli ka investu që ajo pjesë të një mënyrë të dobësohet, sepse në fund të ditës i sheh kundërshtar, i sheh armiq dhe i sheh të rrezikshëm potencialisht secilin, dhe duke qenë se duke provu që ata ti mbajtë të fragmentarizuar dhe ti mbajtë të dopt, ti mbajtë me probleme të brendshme, të stimuloj mbase, ne nuk e dim, po shërbimi sigurisht që ka punu edhe në atë drejtim, që ata janë sot në një gjendje që u tha këtu nuk është se mund t'i bojnë ballë Izraelit, dhe duke ditë se Izraeli ka investu vazhdimisht, pra ka investu shumë në fuqizimin e aspekteve të sigurisë. Realisht ata kanë ndërtu thjesht një politik, një narracion politik për breza që do me thonë vetëm qajo real politika e shtetit Izraelit, pra politika e mbështetur mbi fuqinë reale të tij mund t'i bëj ballë krejt atyre armiqësive në fuqinë reale vetëm të Izraelit apo të aleatëve, sepse ka analiza që sot thonë profesor që vështirë që Izraeli mund të vetme ta shkatroj këtë çfarë po pretendon në Iran. Nëse përcjellim domethënë historinë e forcimit të shtetit Izraelit, duhet thjesht ta shohim me admirim për një arsye, sepse ka investu shumë në dije. Domethënë fuqinë e vet e ka ndërtuar në dije. Nëse shohemi na hulumtimet shkencore, patentimet të ndryshme, domethënë studimet e mirëfillta shkencore në të gjitha fushat, që është e vërteta për numerikisht për sa popullat është dhe sa territor, është shumë përpara të tjerë. Sigurisht që kanë rol edhe aleatët. Mirë po, ka pas rol edhe faktori brendshëm. Ata domethënë e kanë ndërtu një kulturë të tillë, jo vetëm politike, po një kulturë të shtet ndërtimit që është domethënë e pakrahasueshme me asnjë shtet tjetër. Po, që ka diçka që po kontestohet këtu profesor, sidomos ajo çfarë ka bërë me civilit në Palestinë, në Izrael, në Gaza, po. Tani u tha këtu, domethënë nuk është se janë kursy shumë caqet e civilve nga ona e Izraelit në qatë politikën e tij mbrojtëse. Sigurisht që në qatë trajektorën e zhvillimit të shteti ka pas edhe si me thonë ngulime të reja dhe ndërtim të vendbanimeve, ka pas edhe largim do me thonë të palestinezve në zonat të caktume. Kjo është një temë tjetër, për cilën sigurisht që u tha këtu nuk është se është marrë ndoshta kjo pjesa e institucioneve ndërkombëtare sa duhet, po ne po flasim për një diçka që si shtet kam rri me u konsolidu dhe një pjesë e madhe kapacitetet mbrojtëse të Izraelit karshi krejt botës arabe ose kundërshtarëve potencial që mundet mi pas, është ndërtuar mbi forcat e veta, jo shumë mbi forcën e aleatëve. Ata kanë marrë gjithçka dhe kanë zhvilluar çdo program, si me thonë, të armatimeve, maksimalisht e kanë sofistikuar dhe e kanë në dispozicion. Kështu që nuk është që janë tepër shumë të varur, thjesht për të mujt me u mbrojt, me u vetë mbrojt. U përmend që kanë çmime Nobel Izraelit, edhe iranianët në kështë, s'kanë pasur çmime Nobel. Edhe ata, edhe në aspektin shkencor janë shumë të avancuar, sidomos në aspektin e teknologjisë. Po edhe dy shtete të ndryshme kështu. Prandaj te kjo, te ky balanci i forcave. Irani është një civilizim shumë i lartë, është perandori, është perandori e jashtëzakonshme në të arriturat. Deri në vitin 79 ata kanë qenë një vend shumë i avancuar. Shumë tepër. Me liri, demokraci, me avancim ekonomik, me mundësi të jashtëzakonshme për zhvillim ekonomik që është ndalur në vitin 79. Por atë që pyete pak më parë, cilat mund të kenë qenë, pse bashkëtash, pse pikërisht tani Izraeli? Mendoj se kjo është një nga temat që ndoshta më pak mendoj se ka 3-4 shkaqe, cilat e kanë determinu sulmin e Izraelit. Një, mendoj që është fakti prania e presidentit Trump në shtëpinë e bardhë. Pse? Para ardhjes së zotit Trump në shtëpinë e bardhë, tani në mandatin e dytë, një fondacion i quajtur Heritage Foundation ka bërë një material 940 faqe për politikën e jashtme dhe të brendshme të presidentit Trump. Aje distancohet nga ai, sepse është dokumenti 330 shkencëtarëve
të Shteteve të Bashkuara me orientim të djallë. Dhe aty tani po në aspektin e politikës jashtme po potencoj vetëm këte. Aleatet kyç të Amerikës në atë dokument janë Izraeli dhe Tajvani. Pra, Izraeli dhe Tajvani. Do thot, Benjamin Netanyahu e ka pasur të qartë që në shtëpinë e bardhë ka një mbështetës të fuqishëm. E dyta, kohëve të fundit Izraeli ka qenë në presion të madh në perëndim, do thot, për shkak të zhvillimeve në Gaz, në presion të madh në kuptimin ka pasur kërcënime madje edhe nga presidenti francez Macron për njohjet Palestinës, madje në formë grupore. Edhe për ndjekje penale të ndjekje penale të tij. Izraeli ka qenë në një presion të jashtëzakonshëm. Mendoj që edhe ky ka qenë një prej shkaqeve që ta shpërqendroi vëmendjen nga ai presion në një krizë më të madhe. E treta, mendoj se është fakti që Rusia ka duart të lidhura. Si aleat kyç i Iranit, Rusia nuk mund të bëjë asgjë. Dhe vështirë që kanë mundur me gjetë moment ma të bëjë. E treta, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore për herë të parë, 2 ditë ose 1 ditë para ndërhyrjes, doli me kumtesën, për herë të parë ka ndodhur në histori, nuk ka ndodhur asnjëherë, që Irani nuk është duke përmbushur zotimet për programin bërthamor. Dhe fundit ndoshta ishte, ata kishin një afat gjatë ditor nga presidenti Trump. Edhe ai afat kaloi. Kështu që mendoj se kur rrumbullaksohen gjitha këto elemente e bën një situatë që besoj Izraeli e ka vlerësuar si shumë përshtatshme për ta godit Iranin me më pak çmim në rrafshin ndërkombëtar, do të thotë. Dhe ne pam mandej sot ka mbështetje nga dënimi i Izraelit për atë çfarë bën në Gaz, sot mbështetjet nga perëndimi, nga Franca, nga ishte një deklaratë e kancelarit gjerman që tha Izraeli po e kryen punën e ndyrë në thojza që do duhet të bëni më. Nga një situatë kur ishte e dënuar dhe në presion, tani me këtë kalon në një pozitë kur ka mbështetje perëndimore. Dhe besoj që edhe kjo ka qenë një nga motivet që i ka shtyr që tani ta fillojnë, sepse është ditur që ai aksion do të bëhet. Ky aksion, ky sulm, kjo luftë e ka qenë pa evitueshme, ka qenë vetëm çështje kohe. Po i bie drejt strategjikisht për të dominu, për të kontrolluar linjën e mesme nëpërmjet Izraelit. Po flasim për këtë gjeopolitike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner kryesor Izraelin dhe Tajvanin, në Tajvan për ta neutralizuar fuqinë kineze që mund të jetë sot për sot edhe më e madhja në botë në aspektin ekonomik ose rivali kryesor amerikan, po bie kështu? Rrothet e interesave strategjike amerikane kanë shkallë të lartë të diversifikimit të shpejtë dhe sidomos në periudhën për të cilën flasim. Partnerët lokal janë përcaktues për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me kaq seriozitet dhe me kaq fanatizëm shërbaje e ruan dhe i përkrahë të njëjtit, sepse mbi ta ndërton edhe strategjinë vepruese për shtetet të cilat i konsideron si ta themi kundërshtar politik strategjik. Unë më mend kur e para e Parlamentit Amerikan, Nancy Pelosi pa të bërë një vizitë do të thoya të jashtëzakonshme në Tajvan, në kohën kur Kina kishte planifikuar një fushat stërvitore, do të thoya ashtu, ofër brigjeve të Tajvanit, ajo pa të zbritur me një arsenal të tërë armësh, kuptimin edhe pse ishte politikanë dhe shkonte atje për çështje politike, ai dha një mesazh të qartë të Kinës që çdo pretendim ushtarak ose tjetër ndaj Tajvanit do të ketë përgjigjen e drejtë për drejtë ushtarake të SBA-s. Sot e njëjta deklaratë vlen edhe për Iranin, por kjo nuk vlen për Rusinë ndoshta deri në një moment. Pra shikoni se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ndërtojnë interesat e veta duke përdorur partnerët lokal dhe i ruajnë dhe i avancojnë këto interesa konform nevojave dhe rrethonave strategjike. Është shumë interesant që këto ditë është mbajtur edhe samiti i vendeve më të industrializuara në të cilën nuk merr përfshihet Rusia për shkak të dënimeve që i kanë bërë ky grup dhe presidenti Trump thotë që Rusia do të jetë patjetër e përfshirë në të, pa çka se ka një konflikt të hapur me Ukrainën. Kjo dëshmon qartë që për SBA-n duhet përfundoj sa më shpejt konflikti Rusi-Ukrainë në mënyrë që të fokusohet në një konflikt tjetër. Dhe mënyra se si po vepron Trump në rrethonën aktuale tregon se ai është interesuar të kryejë disa punë shpejt, sepse ka një punë të madhe që prindet në sfond dhe nuk mund të kryhet shpejt. Ajo punë lidhet ekskluzivisht me Kinën. Pra çfarë po ndodh tash në linjën e mesme është një punë e kryer shpejt nga Izraeli, me veprim të shpejt, goditës, neutralizuesi një kapaciteti bërthamor, po supozojmë të Iranit, në anën tjetër shumë shpejt
pretenduohet që do të mund të ketë një marrëveshje ndoshta në mes të Ukrainës dhe të Rusisë, madje kishte përpjekje serioze të SBA-s para disa kohësh për të arritur një marrëveshje. Ju e dini se si u sol Trump me presidentin Ukrainës duke përzënë kushtimisht nga shtëpia e bardhë për të thënë që ai do të kryejë këto punë shpejt në mënyrë që t'i hap vetes kohë të mjaftueshme ose t'i jap vetes kohë të mjaftueshme që pastaj të merret seriozisht me atë që është konflikti më serioz ose më në kundërshtari më serioz strategjik që ka SBA-ja e që është Kina dhe zhvillimi i saj i hapshëm ekonomik. Pra, të gjithë këtu tregojnë se sa kanë lëvizur, si ta themi, situata gjeopolitike. Në këtë mes ne nuk jemi askund fatkeqësisht, ne s'kemi ditur ta lexojmë këtë rrethon. E mbaj mend kemi qenë bashkë në një debat tjetër ku kemi folë që SBA-ja do të pyes Kosovën për shumë gjëra, sepse kemi supozuar se kjo do të jetë sjellja, jo sepse Kosova nuk është interesant për SBA-n, po sepse çështjet janë as delikate në nivelin global saqë nuk mund të merret dikush pambarimisht me ty për aq kohë sa ti nuk e kupton hallin tënd, edhe nuk arrin të dëgjohesh në arrin ndërkombëtare se duhet. Deklarata edhe sot që ne do të merremi me ju, zgjidhni problemet vet, ose siç është deklarata e Trumpit të fundit, që po interpretohet në forma të ndryshme këtu që e ndalova një luftë potenciale dhe do ta zgjidh. Po do ta zgjidh sepse ne kemi filluar tashmë ta kërkojmë SBA-n për me formu qeverinë e Kosovës. Pra fakti që ata s'ka quajtur ambasador që 2 muaj ditë, kallëse që s'ka në hartë në kuptimin e plotë të fjalës dhe kjo është më shumë se shqetësuese. Pra SBA-ja nuk ka dërguar ambasador, pse s'ka diplomat ajo? Ai ka diplomat për këtë botën, po për ty se ka gjetë një. Kjo është treguesi më i qartë, nuk besoj që ka tregues më klasik sa mesazh të drejtë për drejtë për Kosovën që nuk jetu i bë detyrat e tua si shtet. Dhe apo dim me lexu këtë mesazh? Po di, na po të kallëzë puna bashkim që 4 muaj mbajt zgjedhjet, ne s'kemi qeveri. Po shkojmë në zgjedhje lokale edhe s'kem parlament. Dhe qeveri kena, më fal, po. Do të kthehemi te kjo temp, po të vazhdojmë edhe pak të. Këto thirrjet profesor që bota muslimane ose muslimanet të bëhen bashkë për ta përballuar këtë në këtë diskursin e Iranit që kjo është luftë kundër tyre fetare, a mund të ketë ndonjë efekt edhe pse Irani me shtetet e tjera islamike kanë edhe në aspektin fetar janë sekte të ndryshme që nuk shkojnë fare me njëra tjetrën? Unë nuk besoj që konkretisht mund të ka ndonjë efekt që do ta afektonte ose do ndikonte në epilogun e kësaj lufte që ka filluar. Ajo përpjekje për të bëha si intifada ka pas prej që kur, po të gjitha po thuj kanë përfundu pas sukses dhe nuk e shoh këto fare. Do me thonë, madje besoj që as Izraeli këto e din fare mirë, i din disponimet e shteteve karshi Iranit edhe problemet e brendshme që kanë këto shtete, dhe një farë mënyre goditjet që i ka dhënë Hezbollah, që i ka dhënë Hamasit, një farë mënyre janë ajo, si me thonë, është tregu fuqia drejt për drejt ndaj shteteve që eventualisht mundën me u konsideru si ose me marrë ndonjë veprim si në një paraleonce me Iran, ato janë godit shumë frik prej Izraelit dhe një farë mënyrë ato s'janë konsolidua, s'janë këndel prej asoj goditje, kështu që në atë drejtim nuk shoh. Afrimi që u përmendu nga zoti Koci po duket i Emirateve apo nga dorajeti i Emirateve me SBA-t është një tregues që në farë mënyrë e demanton çdo që të pyetën çka po thoni ju, se shtetet më të fuqishme ndoshta ka qenë para përgatitje. Po edhe mund të ketë qenë aty në funksion të çisaj çka ndodhi një para përgatitje. Kështu që ajo nuk besoj që ka me ndodhë, asnjë lloj solidariteti përveç verbale deklarativ, nuk mendoj që ka me pas ndonjë lëvizje në shenjë solidariteti me Iranin nga asnjë nga vendet islamike. Pozicioni i Turqisë është shumë me rëndësi dhe specifik besoj profesor. Shiko, Turqia ka një, mendoj unë që shoh Turqinë, Turqia nuk do ta lidh politikën e vet asnjëherë shumë me vendet arabe. Madje edhe Erdoganin që ne kemi konsideruar që është pak më konservator në bindjet e tij, megjithatë nuk është se do të shkoj, do të bëjë ndonjë hap në atë drejtim që të marrë pozicionim ose që të solidarizohet më shumë se deklarativisht me botën muslimane. Aq më tepër që këtu bëhet fjalë për një konflikt ku mund të involvohet drejt për drejt aleati kryesor i Turqisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Turqia nuk është se merr ndonjë veprim kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo mund të deklarohet kundër Izraelit, kundër veprimeve të Izraelit në Gaza, ndoshta. Po jo që kanë raporte të dashmira me Izraelin.
SBA po mendon. Jo, Turqia. Nuk është se i ka pas asnjëherë shumë të mira, por të dyja janë përmbajt për shkak se në farë mënyre ajo thonja vjetër latine, miku tim s'mund tjetë armiku im. Dhe në farë, unë po e karikoj kështu ndryshat thonjen armiku tim është. Do thotë, në qatë kuptim po e thëmë, nëse Turqia është në NATO, ne pam edhe ato flirtimet që kishte Turqia ma herët me Rusin, dikush mendonte edhe madje në ndonjë studio ke ndëgju që Turqia po orientohet ka Rusia. Mirë po kur filloi konflikti Rusi-Ukrainë, Turqia u pozicionu aty ku e ka vendin, definitivisht. Kështu që unë nuk e shoh Turqinë që do të marrë rol. Sponsori kryesor ushtarak i Irakut, i Ukrainës. Një koment lidhur me këtë se lejohet. Turqia ka fituar pjesën më të madhe të betejës në këtë konflikt që ndodh. Po shumë e vërtetë. Siria është në kontroll total të Turqisë dhe partia kurde ka shpollar në pushimin. Pra fituar më të madhe se sa kjo që ka arritur Turqia, pa u përfshirë fort. Edhe këta ka arritur mendimin e Amerikës. Po natyrisht, ka një largim i amerikanëve. Zoti Trump i thot Erdogan, i thot presidentit të Izraelit në një konferencë për ta themi një diskutim të hapur në zyrën e Valit, thot që kam një shok që është shumë i zgjuar dhe ai është Erdogan dhe për të duhet të keni shumë respekt. Pra në kuptimin nuk duhet të përplaseni me të sepse ky është qëndrimi i SBA-s. Pikërisht. Pra nuk do përplaseni mes të Turqisë dhe Izraelit sepse ka një diçka tjetër që do më shku me tej. Dhe Turqia, unë besoj që ka qenë një nga lexuesit më të mëdha historik të rrethonave gjeopolitike. Kështu ka vepruar në konfliktet në Ballkan, kështu ka vepruar me Kosovën, kështu vepron tash në Sirinë, kështu do të veprojë me Iranin. Sepse ai do ta marr hisën e vet të zgjerimit të kujt, të influencës që dikur e ka pasur më herët. E qartë, por çfarë nëse po hapim një hipotezë tjetër? Çfarë nëse Izraeli do të provokojë diçka duke luajtur kartën e kurdëve që janë rreth 30 milion e që janë pa shtet? Tani kjo është marrëveshja. Kushtimisht po e them, se nuk kam diçka të shkruar. Pra fakti që kurdët dhe lideri i kurdëve nga burgu thotë që ne duhet të bëjmë marrëpushimin, ai ka ditë saktë për çfarë po flasim. Se do të ishte pa më shëmshme reagimi i Turqisë ndaj tyre në një kur do të kishte një konflikt të zgjeruar në arenën ndërkombëtare, me Ukrainën në konflikt, me Iran, Izrael konflikt, kurdët do të shkonin, sta themi, me çmimin më të ulët të mëshëm. Ai ka kuptuar drejt rrethon dhe kjo është fitoria historike për Turqinë në këto zhvillime dramatike që ndodhin në linjën e mesme. Koci? Tani mendoj që retoriken nuk duhet marrë shumë seriozisht retoriken në vendet arabe. Pse? Bëjnë retorik për shkak të sentimentit fetar të popullatës. Do thotë nuk duhet, shumica atyre duan ramin e regjimit të Ajatollahëve. Ndoshta Iraku jo, por Iraku është dobët, do thotë është i fraksionuar. Kjo është një, do thotë, shumica atyre duan sepse Irani nuk kërcënon vetëm Izraelin, kërcënon edhe të tjerë, synon dominim në gjithë lindjen e mesme. Mendoj se me ramin eventuale të regjimit të Ajatollahëve, Turqia me u apostrofu, është një nga vendet që në plan afatshkurtër fiton më shumë ti. Pse? Hapësiren që e ka mbulu Irani, pjesërisht mund ta mbuloj Turqia. Si ajo pjesë ka qenë pjesë e perandorisë osmane, do thotë. Por, aty ka një problem. Atë që përmende, çështja kurde. Dhe kjo çështje prej 4 vende. Kurdët jetojnë, edhe kjo i trem pakës Sirinë, Irakun, Iranin dhe Turqinë. Dhe si të edhe Turqinë, sepse në Turqi ka më shumë. Po rreth 30 milion. Izraeli nuk e fsheh, madje ministri i tyre jashtëm para një viti deklaroi që ata kurdët i konsiderojnë aleat të natyrshëm në lindjen e mesme. Pra është përpjekje që përmes tyre të mbahet një balans me vendet tjera arabe. Turqia i druhet shumë kësaj çështje. Por unë mendoj se madje ka teoricien, politolog, studius që thonë se Turqia mund të jetë rrezikuar nëse Izraeli shtyn çështjen kurde për krimin e një shteti kurd. Po thash janë 25 milion, janë populli më i madh në botë pa shtet. Janë populli më i madh në botë që nuk kanë shtet. Por unë nuk mendoj që Izraeli do të shkojë aq larg sa për të prekur interesat e Turqisë, sepse Turqia është vend antar i NATO-s. Dhe normalisht që ajo çështje e kurdëve ndoshta do të shtyhet nga Izraeli, do të avancohet, por mendoj në Irak, në Iran dhe Siri, por nuk mendoj në
Nëse se ke mbaru, më falë. Nuk mendoj në Turqi, sepse megjithatë Turqia është diçka tjetër, nuk është as Iran, as Irak, as Siri. Është forcë e madhe, është Te kjo fraza nuk është as kjo as ajo, po dëgjohet edhe sot këto ditë e fundit zoti Koci që Irani nuk është as Irak, as Siri, as Palestinë. Irani është një diçka tjetër. Nuk ka asnjë dilem. Por prandaj qëndroi gjatë që një ovdet. Kjo edhe më shumë mund thuhet për Turqinë, sepse Turqia megjithatë është faktor edhe më i fuqishëm. Edhe për faktin që është në NATO, po edhe për potenciale tjera. Edhe Turqia edhe për armatim, për potencial ekonomik dhe sidomos për shkak të pozicionit të saj kritik geopolitik për NATO-n. Prandaj shqetësimet që paraqiten të një pjesë e shkollarëve islamik se Izraeli mund ta minojë Turqinë përmes çështjes kurde, unë nuk mendoj që nuk qëndron. Desha pikërisht që të me forcu që Turqia nuk do të preket, kjo çështja kurde nuk do të ngritet nga Izraeli, pikërisht për faktin se Turqia me pozitën e vet që ka strategjike, gjeografike, me historinë e vet, ka qenë, domethënë, është shëndru në një akter, në një faktor strategjik tepër i rëndësishëm për stabilitetin në një pjesë të madhe të botës dhe sidomos të Evropës. Dhe tani paramendoni shtetet perëndimore dikur, po flas për shekullin 19, 100 vite ja kanë zgjatë jetën perandorisë osmane veç me ndalë Rusinë që përmes detit zi me dalë në ngushtica dhe ndetrat e ngrohta. Dhe tani kemi një Turqi që vetë mbrohet në drejtim, nuk ka nevojë për investime. Pra Rusia mund të jetë kërcënim për vendet e Evropës perëndimore përmes detrave, sikur të jetë një Turqi domethënë që është e dobët dhe që ka probleme, që ka krizë. Prandaj unë mendoj që as Shtetet e Bashkuara nuk do t'ja sugjeronin ato që u tha këtu, nuk do t'ja sugjeronin Izraelit që me Turqinë, po edhe Turqia do të përmbahet nga çaj solidariteti me vendet arabe kundër Izraelit. Do të jetë vetëm në nivel të ndonjë retorike kështu politike, po jo edhe veprime konkrete, sepse bëhet fjalë për aleat strategjik. Kështu afat gjatë. Po ideja është a do t'i konvenonte Izraeli që ta dobësonte Turqinë? Po jo, Izraeli nuk do t'i konvenonte për arsye se aleat e Izraelit pastaj do të kishin probleme nga Rusia. Dhe tani paramenojnë një Turqi e cila po e ruan fuqishëm, po e ruan stabilitetin e vet duke qenë e rrethuar me konflikte. Dhe asnjë problem brenda, s'po ka, veç po forcohet. Tani dhe një diçka që thash, pavarësisht dallimeve që mund të kenë grupet politike në Turqi, domethënë opozita me partinë aktuale, me atë partinë që është që ka presidencën, nuk është çaq e madhe sa na mendojmë në politikën e jashtme. Ata janë, domethënë, nuk dojnë me humbë rolin që e kanë, domethënë si fuqi edhe evropiane edhe aziatike, edhe domethënë me kapitalizu këtë që ju ka dhënë, si me thonë Zoti, atë pozitë strategjike dhe ato resurse që i kanë dhe i kanë shtu dhe i kanë rritë shumë. Ata nuk është që strategjikisht e dëmton dikush nga brenda Turqinë, sepse o kishin mendohet problemet brendshme në Turqi me gjithë këto konflikte rreth, tani ose por Turqia ka ruajtur stabilitetin dhe është një fuqi rajonale pa diskutueshme. Ballkani, Siria, Iraku, Azerbejxhani dhe pjesë që konsiderohet heartland në geopolitik janë në kontrollin total të Turqisë. Kjo është e patentuar, për diçka që të them është e matshme. Komplet rajoni jonë është i varur ekskluzivisht nga ekonomia turke, por edhe nga diplomacia, pse jo, shkon ndikimin e madh që ka Turqia në vendet e Ballkanit është i konfirmuar, është i minjor. Në 2 nga 3 komandat e fundit të NATO-s Kosovë ka qenë të udhëhequra nga NATO. Kjo është besim i plot që aleatët kanë për Turqinë për të udhëhequr një mision kaq të madh siç është në Kosovë. Pra, mos flasim pastaj për Azerbejxhanin për shkak të afërsisë që kanë atje. Mos flasim për zhvillimin e jashtëzakonshëm ekonomik dhe ushtarak që Turqia e ka arritur dhe sidomos aspektin ushtarak që sot konsiderohet një nga faktorët do thoya përtej rajonal në kuptimin e këtyre kapaciteteve. Është shumë e interesante dhe besoj që ka qenë indikative se si kurdët e kanë lexuar rrethonën. Dhe megjithëse edhe ky ishte çmimi pse kaq shtrenjtë e paguan palestinezët pastaj me rripin e Gazës, nuk kishte një reagim nga askush sepse të gjithë synuan që këtë moment gjeostrategjik ta shfrytëzojnë për vete.
sepse bota është një situatë do të thoya të kapërcimit në një fazë tjetër të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe në këtë moment të gjitha shtetet duhet të rreshtohen strategjikisht për fituar pozicionet e tyre komplementare në raport me rrethonet që na pret. Në këtë rast, Arabia Saudite ofrua shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të rrisin kapacitetet e tyre ushtarake. Është në kjo për çfarë? Për ta rivalizuar Iranin. Irani në anën tjetër dëshiron që të përdor grupet ekstremiste për të mbajtur gjithmonë konfliktin e hapur në linjën e mesme dhe për të qenë kësaj faktori përcaktues i destabilitetit të rajonit dhe rrjedhimisht edhe stabilitetit po ashtu. Në anën tjetër, Rusia duke përdorur Iranin dëshiron të ta mbante të tensionuar rajonin e linjës së mesme për të mos i lënë shërban të partnerët e saj që të koncentrohen në çështje të tjera dhe të gjithë këto rrethona që po krijohen. Nëse nisim me eliminimin e një nga një rrethonave, vrem se palestinezët do të thoya pësuan më së keqi në këtë situatë, në ndë. Vendet arabe disa e njohën dhe disa të tjera u rreshtuan krah perëndimit, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani mbeti e vetme, Siria e humbi regjimin e mëhershëm dhe regjimi aktual është tërësisht indikuar nga Ankaraja. Në anën tjetër Iraku nuk është më faktori që mund të përmendet në këto rrethona. Çka ka mbet pra? Ka mbet Irani, i cila sot është në bombardime të vazhdueshme nga Izraeli dhe në këtë mënyrë ata duan që ta ndryshojnë komplet, ka fjalën perëndimin, duan të ndryshojnë komplet narrativen e pengesave që ata strategjikisht i kanë pasur në linjën e mesme dhe linjën e afërt. Dhe urojmë mos ndodh kjo, po çfarë kocën nëse i posedon këto armë bërthamore të cilat mund t'i përdorë, çfarë nëse Irani duke qenë se funksionon me këtë ajatollahet, funksionon me këtë mundësinë patriarkale, diktatoriale, mund larg qoftë edhe të përdorin, do të binë të gjitha këto teza që po i flasim, por do të krijohet këtë një situatë tjetër. Ai rrezik deri dje ka ekzistuar dhe nëse nuk do të kishte intervenim, ai rrezik çdo ditë do të shtohej. Tani, cila ka qenë ajo periudhë kur ata do të dispononin, e thash pak më parë, ka vlerësime kontradiktore, por i kanë punu maksimalisht që të shkojnë në drejtim. Unë mendoj që ajo çështje ka përfunduar. Unë mendoj se mendoj që është çështje kohe kur do të bjen Irani. Nëse jo edhe regjimi, ato kapacitete bërthamore do të eliminohen, sepse thash pak më parë, Shtetet e Bashkuara kanë bombardues, duhen bombardues që janë pesh 13.600 kg për depërtu. Shtetet e Bashkuara i kanë ato. Dhe kur flasin, pak më parë ti përmende... Se do të mund t'i përdor. Ti përmende pak më parë tubimin e Këshillit të Këshillit Sigurisë në Shtetet e Bashkuara, po për mundësinë intervenimit. Unë mendoj se ata duke përgatitur terrenin që të intervenojnë, po jo me trupa toksore, po me këto bomba të fuqishme për t'i eliminuar ato kapacitete edhe potencialin raketor, dhe mendoj se me kaq mendoj se lufta atje do të marrë fund. Aspekti ndryshimit të regjimit nuk mendoj që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara do të insistojnë me çdo kusht. Jo, do të bëjnë ndërhyrje tjera, ndoshta do t'i godasin rafineritë e naftës për ta dobësuar ekonomikisht, në mënyrë që pastaj ta nxisin popullatën, ta nxisin pak nasin që ata vetë... Vetëm mos harrojmë diçka, sepse presidenti Trump tha, e dim se ku është. E dim ta ku është. Po për momentin nuk do ta eliminojnë. Unë mendoj që besoj që me potencialin teknologjik që kanë Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, mbase edhe e din. Është çështje tjetër që duan... Kanë dhënë dëshmi që e din, sepse vronë shkencor, krerë, ushtarake inteligjencës në banesat e tyre, në dhomat e tyre. Absolutisht. Edhe e din dhe mund ta vrasin, me siguri, nuk duan taktizojnë, i japin edhe një rast që të provojnë me metoda tjera të dorëzojnë vetë armatimin bërthamor, potencialin bërthamor, por nuk besoj që do të presin shumë gjatë, sepse kjo luftë nuk i konvenon Shtetet e Bashkuara të zgjas. Dhe e dyta e përjashtoj çdo mundësi të kryhet përfundimisht, sepse edhe e dyta e përjashtoj çdo mundësi të ndërhyrjes toksore. Këtë nuk do ta bëjnë Shtetet e Bashkuara, mendoj se do ta konsiderojnë mision të kryer momentin kur eliminojnë potencialin bërthamor me forcë ushtarake, goditje dhe potencialin raketor. Çështja e ndryshimeve të regjimit nuk ka pastaj problem. Nuk është problem. Mendoj që një fitore kështu që ushtarake, bindse, SBA-ve, duke damtu çdo kapacitet të mbrojtës të ajo do të çojnë, pashmangshëm do të çojnë në ramjen e regjimit. Sepse në fakt ai regjim
me aq sa dihet ka kriju shumë pak nësi brenda dhe ka një, do me thonë, ka një korrupsion enorm brenda vendit që në vendet, do me thonë, jo demokratike, diktatoriale edhe është një farë mënyre është evident, është i qartë. Janë norma ato atje. Dhe unë menoj që krejt që ato goditje që bëhen ato do të kenë edhe kosto të tjera në civil, do të kenë kosto në infrastruktur, do të kenë kosto që nuk i, do me thonë, klasa politike nuk mund të qëndrojnë pushtet nëse e humbë, aq bind shumë luftën. Kjo është adhe një farë, dhe kjo që po i kërkon, do me thonë, dorëzim pa kushte Trump, kjo është thjesht kërcënimi më i hapun për më ndalë tash dhe me ullë dhe me ofru, me pas ofertën e vetë për me i dorëzu krejt ato programe bërthamore nëse se donë ato të fundit. Dhe thash që durimi jonë është në të sosur, dhe me thonë nuk kemi edhe shumë durim ma. Krejt to janë indikator që nëse do të ketë një ndërhyjme të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe mund të kemi një përmbysje edhe të regjimit, po edhe një rikthim të ndoshta në një rrugë më të mirë mund të ndodhë një transformim politik në Iran se sa ai që ka ndodhur në Irak. Duke e pas parasysh edhe qatë kulturën e vjetër politike që ka atje, ka një demokraci të shtypur, një traditë demokratike të shtypur, tash e sa decenije me forcë, e cila edhe mund të rikthej rendin dhe ligjin në rrethonat e reja, e që ndoshta nga kjo e keqe mund të ketë një epilog të mirë. Kanë edhe një të thënë desha të lidhë me zotin Joshi. Irani është karakteristik për diasporë shumë fuqishme dhe shumë të ngritur, do të thotë. Atë që e tha, do të nuk ka institucion në perëndim në Gjermani, Francë, Itali, Shtetet e Bashkuara që nuk ka iranian. Do të ata kanë ikur nga regjimi. Shumë e vërtetë. Pastaj të rinjët që kanë lidhur atje. Dhe mendoj që nëse do të vije deri te rënja e regjimit, besoj që edhe unë besoj që do të ndodhë, ndoshta duhet pak më shumë kohë, besoj që kësaj do t'i kontriboj shumë diaspora atyre. Është diasporë disa milionë. Shumë vitale. Është shumë diaspora fuqishme, edhe ekonomikisht, po edhe në aspektin intelektual. Kanë mbridhur ekonomikisht. Para pak dje dëgjova djali Reza Pahlavis, djali i tij jetonte në Rom, tha që është i gatshëm të kthehet. Mendoj se mund të jetë bërtham e mbledhjes së diasporës për të bashku, do të forcën bashkë me rebelimin eventual të brendshëm. Dhe të kjo, kam qenë para pak kohësh në Shqipëri, ku është një kamp ku janë opozita iraniane atë, dhe e kam pasë se sidomos në aspektin e teknologjisë, janë ultra të avancuar, janë në shkollën më të lartë. Jemi duke folur drejt për kompleksitetin e gjërave. Ky kompleksitet ja bëhet, kështu po them, shumë edhe më kompleks me pa parashikueshmërinë e presidentit Trump. Po, natyrisht, edhe vetë fakti që ai është në kthyer në shërbaz dhe këto veprime po ndodhen, në konsideroj që kanë qenë indikacione të qarta për veprime, sidomos nga Izraeli dhe fakto pak më herët, pra natyra e vendimarrjes është asesoj që e bën të pa lexueshme se cilë do të jetë veprimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ai ka qenë pa lexueshëm edhe më herët, kur është eliminuar një nga krerët më të mëdhenj ushtarak të Iranit nga 10 alternativat të cilat i ka ofruar shërbimi i inteligjencës amerikane, që ka zgjedhur të fundit, pra eliminimin fizik. Edhe po flasim për strategjinë që SBA-ja ndjek dhe strategjinë të cilat më vonë ka perfeksionuar Izraeli, që është high value targeting, që është eliminimi i kokave të larta, përgatësisht njerëzve me ndikimin më të madh politik ose shkencorës së politik. Dhe nëse e vreni këtë, Izraeli në veçanti ka përdorur këtë në raport me grupe terroriste, por sidomos në raport me Iranin, dhe në 4-5 vitet të fundit ka eliminuar njerëzit me ndikimin më të madh që kanë pasur shkencëtarët, politikanë dhe vendimarrësit ushtarakë, generalet, dhe më thonë njerëzit që kanë pasur ndikimin më të madh në gjithë zhvillimin e brendshëm të Iranit. Çfarë shpjegon kjo? Fillimisht shpjegon për kapacitetet e jashtëzakonshme që ka shërbimi inteligjent hebraik, dhe dyta tregon edhe për mbështetjen e madhe që ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe e treta që lidhet me dy të parat është se SBA-ja mund të veprojë në mënyrë pa pritshme, por pa e llogaritur shumë mirë costo-benefitin e saj në gjithë këtë rrethon që ne gjendem. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përtesa se do të veprojë Trump, vepron strategjikisht gjithmonë duke llogaritur se cilo do të jetë fundi i atij veprimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tradicionalisht politikën e jashtme e bajnë të studiuar mirë.
10 institute, tashmo kanë bë hulumtime studimet, cilat i ka Departamenti i Shtetit, i ka edhe Shtëpia e Bardhë, do më thonë janë bërë si projekte shkencore, si mju qasë problemit të Iranit, janë disa, do më thonë, opcione, disa skenar, të cilët, sepse nuk ka asnjë veprim, pavarësisht që është Trump i paparashikueshëm. Ai ka një analizë paraprake në tavolinë, ka disa analiza paraprake dhe ka disa konsulenca, cilët i thojnë kjo është opcioni A, dhe po e bëjmë këte, kemi këtë benefit, këtë kosto. Kështu bëhen politika e jashtë. Se bën ad hoc, Jo, politika e jashtë në Amerikane. Unë vish një shembull dhe mbaj mend isha në vitin 2017 në Teksas dhe një profesor që e kisha njohur në 2009 atje. Në 2009 merrej me Kosovën. Një Allen Cooperman, është politikolog. Merrej me Kosovën, kishte bërë 2 shkrime për veriun dhe tha që do të keni problem me veriun. Atëherë pa thona, në 2009. Në 2017 kur e takova prapë në Universitetin e Austinit, e kërkua me u taku me to, tha më duhet mas 2 jave se jam në Seul, jam në Korene, ishte duke u marrë me Korene e Veriut, nga Korea e Jugut. Do më thonë, studiust e instituteve të ndryshme bojnë këso analiza dhe e tha zoti Koci janë aty sa faqe që ju kanë bërë për politikën e jashtë me Trumpit para se të vinë nga një grupi madh ekspertësh dhe ajnë mbi që ato operon, nuk është që merë... Okej, atër, apo operon mbi ato dhe në raport me Kosovën? Menoj që po, do më thonë... Menoj që s'pishkuj raport heq? Menoj që në fakt me Kosovën a i ka konsulencën. Ka rrëdh veti njerëz që kanë shërbyer në Kosovë, kanë shërbyer në rajon, i dim të gjithë, cilët e din shumë mirë, edhe të kalumen, e din shumë mirë dhe aktualitetin, po sigurisht që Kosova duhet të bëj punën e vetë, adin se u tha këtu ma herët, ne jemi një farë mënyre që tash në margjinat të politikës jashtme amerikane, nuk është u marrë me neve fare, dhe ne nuk është që jemi proaktiv me punët e tona për të qenë ofër saj dhe për të kërku asistencën e saj. Tash edhe kjo lënja e Kosovës pa ambasador për një kohë, shtetet, është një farë, menojnë, mund të lexohet si një farë lloj ndëshkimi për një farë padëgjueshmërie për disa veprime që, po të shpresojmë se nuk është denim, po është një farë shaj, është një farë si sinjalit, një farë mesazhi që quhet që nuk jeni shumë mirë. Por që sigurisht, edhe në raport me Kosovën, gjërat analizohen, studiohen nga grupe dhe normalisht që janë shumë faktorë. Në më thonë, nëse na menojmë që jemi në atë pikën e alarmit. A duhet ta marrim me relax siç po veprojmë deri më tash ajo çfarë ka thënë presidenti Trump, sepse ishte një deklaratë goxha fortë. Shiko, raport për Kosovën po flas. U lexu çashtu, po realisht Trump kishte paralajmëruar se do t'i zgjidhë shumë probleme të pasgjidhura edhe në gjatë fushatës e tij dhe pasi erdhi në Shtëpinë e Bardhë. Ai deklaroi për disa, edhe sigurisht e nisi me Ukrainën, po tani nuk e dim se do të jetë epilogu, po sigurisht që Ballkanin e konsideron që si një farë, do më thonë, si një farë, si me thonë, zone ku mund të ketë jo shumë, si me thonë, burim të destabilitetit të madh kështu, por që nuk, që menoj që do të ketë një ngreje veshi për palët edhe një herë për t'i ullë edhe për të dhënë një verdikt, çfarë do të jetë ai na nuk e dim, mund të gabojmë me thonë sot diçka, po se Trump nuk do të merret shumë, por sikur marrëveshja parë ekonomike, që ishte ekonomike, mund të ketë edhe një takim të tillë, sigurisht i parapragatitur edhe më shumë se ai, për të bërë një përqit në tavolinë diçka për të nënshkruar palët. Po sigurisht që është komplekse me thonë sot, se ne kemi në funksion, ose si në fuqi, e kemi një marrëveshje që është arrit, nuk është nënshkruar nga palët ma herët e Bashkimit Evropian, dhe sigurisht që do të ketë një koordinim SBA-BE lidhur me atë marrëveshjen finale të Kosovës, nëse E kemi të kjo deklarata. Sikur është duke u përdorur shumë për politikë brendshme e deklaratë e presidentit Trump, që e ka ndaluar një luftë potenciale mes Kosovës, Serbisë, konflikt dhe do ta zgjidhë këtë. Sepse duke referuar këtyre deklaratave të partive politike që zakonisht po i bëjnë pas dështimeve që po ndodhin për ta konstituuar kuvendin e Kosovës në seanca plenare. Mendoj që deklarata e presidentit Trump duhet të analizohet me shumë kujdes. Pse?
është bërë në një moment shumë delikat. Në çastin kur zhvillohet një luftë në Ukrainë dhe një tjetër Izrael-Iran, ai del dhe e fut Kosovën si një nga çështjet kyçe botërore. Mendoj se kjo duhet merret si rikthim, nuk isha për të thënë rikthim, po kthim i vëmendjes do të tregon që në tavolinën e tij është Kosova. E dyta, çfarë tha aty? Tha që ka pasur veprimet të gabuara të presidentit Biden. Cili ka qenë veprimi i presidentit Biden në raport me Kosovën? Ka qenë marrëveshja franko-gjermane. Unë e këtë e lexoj si distancim i presidentit Trump nga ajo marrëveshje. Ndërrjedhimisht i bjen edhe një lloj mos koordinimi me evropianët. Po, gjithsesi. Dhe është karakteristike e tij, do të thotë. Është karakteristike e tij që nuk kultivon negociata të zhagituna, është transaksional, ofron, por edhe kërkon, por unë e kum parë edhe në një aspekt tjetër, që mendoj që është e ndërlidhur me Ukrainën. Pse? Po është kishit shkruar sot që do ta sjell situatën të tillë që mendoj që është e ndërlidhur me Ukrainën, nëse do të ketë marrëveshje për Ukrainën. Zyrtarë të lartë Shtetet e Bashkuara kanë pohuar që nuk mund të ketë marrëveshje për Ukrainën, Rusi, Amerikë, pa koncesionet territoriale të Ukrainës. Dhe sidomos potencohet Krimea. Krimea nuk ka qenë pjesë e Rusisë, Ukrainës. Është dhënë pas luftës së dytë botërore sepse ata janë futur me një federat. Nuk e përjashtoj mundësinë që nëse arrihet marrëveshje Washington-Moskë për Ukrainën, ajo nuk do të ndalet vetëm aty sepse nëse Shtetet e Bashkuara bëjnë koncesione para Rusisë, ajo do të ishte kapitulimi i tyre. Do thotë, nëse bëhen vetëm koncesione Ukraina. Jam shumë besoj që nuk e përjashtoj mundësinë që Washingtoni, presidenti Trump t'i kërkoj Putinit që dhe ai të bëjë koncesion diku për te, në mënyrë që aja të marrëveshje ta prezentoj para Amerikës dhe botës edhe si fitore e tij. Për ndryshe të bësh koncesione në Ukrainë vetëm në favor të Rusisë dhe aty ta mbyllësh, ajo del humbje, del praktikisht kapitulimi i Shteteve të Bashkuara. Nuk e përjashtoj mundësinë që në ato bisedime që do të zhvillohen direkt Putin-Trump, përfshihet edhe Kosova të jenë në pako, por ajo do të nënkupton të këte. Nëse marrëveshja franko-gjermane deri me tani ka pas fokus njohjen e Kosovës në fund të procesit, që pastaj do të kushëzonte njohjen nga Rusia, kjo e ka të kundërtën mendoj. Cila është? Mund të jetë që zoti Trump do të kërkojë nga presidenti i Rusisë që ai ta njohë Kosovën si kompenzim për ato koncesione në Ukrainë, por pa përfshirë fare Serbinë nëse ajo nuk dëshiron të bashkëpunojë. Do thotë, janë dy procese që krejtësisht mund të jenë në drejtime të kundërta. Dhe jemi në situatë drejt kur mund të merren vendime për Kosovën, e Kosova nuk ka institucionet të cilat mund të marrin vendime, s'ka kuvend. Dje kisha në këtë studio ambasadorin Gjermanisë dhe Francës dhe thanë që ata po kërkojnë aleat, por nuk kanë, s'kanë me këtë punojnë. Kosova është bllokuar vetë pa i pas faj askush. Sa mund të apsojmë na në këto zhvillime geopolitike, kur vendimet mund të merren sot nesër e ne bëjmë fiskultura, siç po quajnë të tilla në kuvend. Unë kam bile të plot që Kosova ka qenë më e angazhuar në politikën e jashtme në kohë kur s'ka pas institucione së tash. Pra Kosova ka pas lëb, ka pas struktura, ka pas aktivist më shumë në SBA se sa që është shtet. Është tragjedi. Pra kuptimin e plotë të fjalës. Kosova ka bashkëpunuar më afër me Shqipërinë dhe me aleatët kur s'ka qenë fare shtet, s'ka qenë përpjekje për të themeluar shtetin. Sa kur kemi gjitha institucionet e themeluara të konsoliduar. Kjo tregon më shumë për neve sa për SBA-t fatkeqësisht. Është ftesë për partitë politike që të ka përthejnë ndallimet që kanë se herë do kur do të bashkëqeverisin. Sistemi unë politike kërkon konsensusin, e kërkon bashkëqeverisjen. Nëse ata se kanë kuptuar këtë, e kanë fjalën për të gjithë, kush më shumë e kush më pak, ata se kanë kuptuar në fakt sistemin tonë dhe bën alon peng, që nuk do të jetë largë dita kur ata do të bashkëqeverisin, sepse do të jetë e pamundur të përsëritet ai rezultati i 2021-s. Dua të, nëse është e mundshme të vazhdoj një koment edhe në këtë që tha zoti Koçi, është se Kosova pra dhe Serbia, nëse eventualisht do të rrjedhin kësaj situatat,
Do të nënkuptoj se do të bëhen pjesë e një pako të përgjithshme të zgjidhjes së konflikteve botërore dhe kjo pastaj kur konferencat ndërkombëtare ose kongreset ndërkombëtare janë bërë në këto rrethonash, ato kanë figurativisht kanë çepur këmishën jo bashkëqyrësh është për 7 palëve. Dhe kjo do të nënkuptonte se do të rinegociuoj kushtimisht, do të kishte koncesione të reja për te gjithë atyre çfarë janë bërë deri sot në kuptimin e pakos atisarit e pastaj procesit të Brukselit deri në ditët që po flasim, pra është një investim 30 vjeçar që Kosova ka pasur për të ardhur në një moment të tillë në të cilën ne potencialisht mund të njihemi gjërësisht, mund të pranohemi si anëtar i OKB-s, por edhe mund të kemi koncesione të cilat janë as të dhëmshme saqë do ta përmbysin gjithë përpjekjen tonë 30 vjeçare për të arritur deri te ky moment. E kjo do të ishte do të thoya alarmi kryesor që institucionet tona ose partitë politike aktualisht të kuptojnë drejt rrethana dhe të veprojnë sa më parë që të jetë mundur që të dëgjojnë në arenën ndërkombëtare. Fakti që është përmendur nga Trump, unë konsideroj që ai ka pas për treguar se do të ishte i gatshëm për të vepruar. Por unë ishte një përgjigje ndaj asaj deklarate nga Kosova nga kryeministri Asparit Derzot Radojqiqi, pastaj flasim për të tjerat. Unë moj mend Trumpin kur pa thënë që ne Kosova si vend me shumicë muslimane e një Izraelin dhe kishte një janë asjetas. Pra i ka pasur këto deklarata të cilat kanë qenë shpesh në shërbim të thoya të veprimit, më shumë se sa në fakt e motë dhe veprume. Ne kemi pritur shumë nga marrëveshja e Washingtonit dhe ju e dini që ajo marrëveshje pastaj pjesa më e madhe pikave të cilat kanë qenë të shkruara në të, kanë qenë të zbatuara ose në proces të zbatimit në Kosovë. Pse ka ndodhur kjo? Sepse praktikisht si jemi treguar të gatshëm të bashkëpunojmë me SBA. Pra ne nuk po arrim të dëgjohemi me SBA-ja. Dhe s'po e kuptojnë drejt shqetësimin që ajo ka. Ajo nuk mund të merret me Kosovën sepse në fakt ai s'është të marrë me Kosovën. S'po kuptojmë drejt as po duam ta kuptojmë drejt. Jo ne bashkim, ne jemi të vegjël në arenën ndërkombëtare, madje nuk jemi pothuajse inekzistent. Kosova duhet të pranohet se është proces në bërje, është shtet në bërje. Thua ti? Po, e thoi njerëzit të arsyeshëm bashkim të cilët e kuptojnë drejt që Kosova ka probleme në procesin e antarësimit në organizata ndërkombëtare. Të gjithë procesi i shtet përmbylljes së Kosovës lidhet ekskluzivisht me procesin negociues me Serbinë. Është një diçka drejt. M'fal se s'po kam çore pa ndryshim. Ju po thoni që është një farlloj, po themi kështu, dënimi që ka disa muaj që s'ka ambasador të Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Institucionet e Kosovës, këto që janë në detyrë thonë që kur në historinë e Kosovës raportet Kosovë-SBA kanë qenë më të mira. Në çka? Në gjithçka. Jo. Në këto bashkim nuk e di nuk mund të shkojë. Po i referon çfarë thon? Jo, unë e di që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar një fushatë ushtarake kundër Jugosllavisë për Kosovën. Pra ka marrë përsipër një proces shumë të madh që lidhet me drejtën humanitare dhe që lidhet me rikodimin e drejtës ndërkombëtare për rastin e Kosovës. Pra është më komplekse rrethonat të cilën se sa deklaratat të tilla politike. Uroj që të kësaj po nuk besoj. Unë edhe këtë do ta masim me veprime strategjike të cilat Kosova duhet të ndërmarrë në procesin e përmbylljes së saj të antarësimit në organizata të njëjave të reja. Kosova s'ka pas asnjë njëjë të re, përjashtuar 2 të fundit ose 1 të fundit që erdhi nga për shkak të ndihmës së Turqisë. Dhe çfarë do të tregues kjo? Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk të përkrojnë më për aq kosa ti nuk dëgjohesh respektivisht me të. Mos e zgjasim më gjatë. Kosova ka dështuar në UNESCO. Dhe a ka dikush nga politikanët e Kosovës që thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë të qartë se pa e përmbyllur ti obligimet e tua që ki ndaj partnerëve, jo ndaj Serbisë. Ne nuk të përkrahemi në këtë proces. Ashtu UNESCO ka dështuar Interpol, dështo aty, dështo këtu. Po prandaj unë po i përmendi këtu. Uroj që Kosova të jetë partneritet të kjo shkëlqyeshëm me SBA-n dhe nëse është kësaj unë do të shoh hapa dhe mosa konkrete që SBA-ja ka e Kosovës. Në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pozicionin e Kosovës mund ta përmirësoj kushtimisht ta themi politika që po ndjek Vučići, politika shumë ambiguiste e Vučićit edhe me Rusinë edhe me BE-n dhe këtë kanë kuptuar qartë aleatët perëndimor dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu mund të në farë mënyre Kosova dhe matutjet të vazhdojnë me u konsideru si aleati kryesori në rajon i Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe jo dikush tjetër. Përndryshe, sikur Serbia të kishte përjetuar një farë reforme në politikë bërën e saj dhe një orientim më të qartë ka perëndimin, ne do të kishim punë shumë më keq se sa edhe mund t'i kemi sot. Sepse po ne mund të na ndihmojë sjellja sikur që na ka ndihmuar edhe në 99-ën, sjellja kokforcia e Miloševićit, neve na ka favorizuar me një ndërhyrje në një mënyrë të koordinuar të aleatëve për shkak të kokforcisë së tij, i dim ato. Dhe unë mendoj që edhe tash jemi në çat stad, domethënë po nuk është se
marrëdhëniet e mira me SBA-n janë produkt i proaktivitetit tonë politik pro aleatëve, kohëve të fundit fatkeqësisht. Jemi në minutat e fundit dhe nuk kam si ta mbyll këtë emision pa i pyetur edhe për këtë çfarë po ndodh në Kuvendin e Kosovës që s'po arrit të kushtohet nesër. Në mënyrë figurative po e them që është epizodi 34 i serialit. Dhe nuk i shihet fundi. Unë personalisht nuk jam duke parë dritën e fundit, nuk absolutisht, bile mund të them nuk e kam qartë, thjesht nuk e kam absolutisht e qartë. Si ish gazetar, si politolog, a ke interes të shikosh nuk e ditur Kam filluar ta humb interesin sepse thjesht është një ritual që përsëritet çdo 48 orë, monoton i lodhshëm kisha për të thënë dhe zhgënjys, megjithatë shumë zhgënjys. Drejt? Gjëja më e jashtëzakonshme në politikë është kur diçka e papritshme bëhet e zakonshme. Kjo është tragjedi. Pra kuptimin e plotë të fjalës, tragjedi politike, ku palët që dinë se nuk mund të shkohet në tutje, vendosen të përdorin veprimet e njëjta, pa mbarim për të prodhuar një rezultat që nuk mund të jetë ndryshe, sepse veprimet janë njësoj. Pra nuk mund të pritesh ndryshimi i rezultatit për aq kohë sa bën veprimin e njëjtë. Partitë politike duhet të reflektojnë, nëse janë të interesuar të shkojnë në zgjedhje, duhet të dakordohen, të ulen te presidentja, të konstituojnë Kuvendin e Kosovës dhe mbledhjen e parë të Kuvendit të konstituar, të shkojnë vendin e zgjedhjeve për të përsëritur një rezultat pak a shumë aty ku jemi, ku do dalim kryesisht militantët dhe në të cilën pastaj do të ketë një rezultat të ngjashëm ose të përafërt, ku përsëri do të kenë nevojë për bashkëqeverisje. Veç imagjino që shmi bota 80 veta për president ku nuk janë gatshëm për mi bërë 61 për kryetar kombëtar. Tuti Gashi, ju keni qenë në atë sallë, keni pas funksion, keni pas mandat popullit në atë kohë. Unë nuk po muj me kuptu, domethënë përgjegjësinë ose pa përgjegjësinë e kësaj nomenklature, e kësaj legjislature të parlamentit, fare s'po muj me kuptu. Ne kemi qenë parti opozitare në parlament. Dhe më kujtohet si sot sa herë që neve na është sugjeru në një farë mënyrë si partinë e opozit për të votu ligje, iniciativa nga mish ndërkombëtar se janë në të mirën e shtetit Kosovës, se shteti duhet të bëhet me ligje, duhet të konsolidohet, domethënë legjislacioni i një shteti të ri, ne kemi votu edhe pse ndoshta në opinion kemi humb pak për kraje, se ato e ka në farë mënyrë efektet edhe përfitimet më të mëdha i ka korrë klasa politike që ishte në pushtet atëherë, po ne nuk kemi ditë me boka shumë hile, ta them kushtimisht, edhe po e them pak me mlef, në raport me kolegët që janë tash atje, unë nuk po e kuptoj thjesht një verdikt i gjykatës e ka determinu, e ka përcaktu qartë që partisë pari takon posti i kryetarit parlamentit. Pozita e kryetarit parlamentit. Propozimi, po i bjen që... Si ki votat, do të një gjithë për përshtatës. Jo, unë menoj që nuk e thot që ashtu, menoj që e thot ti dush me alternu disa emna për mi morë votat. Dhe tash këtu ne kam problemin me partinë e parë që po shkon pafundësisht me këtë kokëfortësi me kandidatin e njëjtë. Këto s'po muj me kuptu thjesht, se do ta kritiken shumë më të madhe për partitë opozitare sikur të ishin barrikadu mos me votu asnjë kandidat. Ajo do të ishte jo korekte nga unë. Amo për momentin e kemi në një mënyrë e kemi partinë e parë e cila është barrikadu për një kandidat, që s'po muj me kuptu thjesht. Tu e morë me qysh klasa politike o kon lojale ndaj interesave të shtetit atë kohë, klasa parlamentare, opozit, dhe sot që është posilë, unë s'po muj me kuptu. Thjesht edhe nuk jam të humor me këtë temë, s'kam folë kërkun, hera parë që po flasë. është bërë interesant, sepse nesër është përpjekja e 34. E 34-ta. Imagjinoj, zot 28 orë, po vetëm një herë janë mbledhur pas 24 orësh, kur ishte festa e Bajramit, sepse ju konvenonte që të pushonin për festën e Bajramit, arritën që t'i akomodojnë kërkesat e tyre për aty bën zgjidhje. Për herat e tjera jo. Si do të jetë për një skenarist dhe për një regjisor të mirë, do të ishte një serial i mirë me 34, 5, 6, 7, 8 epizode, disa do shkojnë dhe do shfaqen Netflix, do të ishte diçka e mirë, gjithsesi urojmë që edhe kjo çështje të përfundojë sa më shpejt. Zotëri, faleminderit shumë për sonde. Mirë të nderuar edhe ju, faleminderit që na ndoqët. Miropafshim.